Të nderuar shikues, mirë mbrëma, ja ku jemi në emisionin e fillimit të javës të ditës së hënë. Si zakonisht, siç e kemi bërë traditë këto 2 javë të fundit, do të jemi përsëri me linguistin dhe me albanologun e shuar, zotin Albert Nikolla, për herë të tretë në bisedë me ta. Përpara se të fillojmë bisedën tonë, dëshiroj të kujtoj të gjithë ata që ende se kanë bërë subscribe kanalit, t'i bëjnë një subscribe. Është pa kosto, pa lek, pa shpenzime, shumë e thjeshtë, dhe ne ndjekim ju në vend të na kërkoni juve ne dhe të mos ju shpëtoj asnjë emision jon. Gjithashtu dëshirojmë të falenderojmë të gjithë sponsorët e emisionit tonë, të cilët vazhdimisht do të dalin në fund me shirita dhe që ju mund të tyni në punë për të blerë mallrat ose shërbimet e tyre specializuara. Këta janë përzgjedhur në mes të shumë emrave të tjerë si më të suksesshmit nga podcasti ynë okult. Mirë, si që anoncuam përpara, po fillojmë bisedën me zotin Albert Nikolla, të cilin e kam në Skype. Faleminderit zoti Albert që përsëri u tregua i gatshëm për të vazhduar atë serialin e intervistave që ne kemi vendosur të bëjmë së bashku për të zbuluar misteret dhe historinë e lashtë të gjuhës shqipe, shpeshherë ose në shumicën e rasteve në kundërshtim ose duke zbuluar gjëra të cilat Akademia e Shkencave, e cila ka për detyrë t'i promovoj këto lloj bisedash, këto çështje që ne trajtojmë në për universitetet dhe në për shkollat tona, ata me sa duket i kanë lënë në eshtje ose i kanë përmendur shkarazi veprat e autorëve të ndryshëm, siç është vepra e bizantologut të madh Stefan Bizanti, i cili ka vepruar në kohën e Justinianit të parë, perandorit Dardan, ose një nga njerëzit më të shquar në perandorin bizantine, i cili dhe kodifikoi ose vendosi të gjitha të jurisprudencën civile të perandorisë së Bizantit, ku më pas janë bazuar edhe perandorit të tjera më të mëdha, më të fuqishme dhe më moderne. Mjafton të them që Napoleoni, kur krijoi kodin civil të Francës, pas vendosjes perandorisë së vet dhe rrëzimit të mbretërisë, në Francë të Bourbonëve, ai u bazua shumë ke kodi i Justinianit. Sigurisht shikuesit e dinë që perandorin bizantine për herë të parë e ka themeluar Konstantini i Madhi, i cili vendosi 2 qendra të perandorisë pamat romake, një në qendër në Rom dhe një qendër në Bizant, ku ai e quajti qyteti Konstantinit, siç u quajt deri në kohën që u pushtua në 1453 nga osmanët, të cilët ja ndruan përsëri emrin dhe ja vunë një emër me kuptim turk që ne dim quhet Stamboll. Albert, pas kësaj hyrje pak të gjatë, dëshiroj të flasim një çike për veprën etnika, të cilës ju jeni referuar shumë në veprën, në disa shkrimet tuaja dhe në një vepër tuaj, ku Stefan Bizanti i përmend dhe i quan ilirët si qendra e botës së vjetër të ashtu quajtur greke, por që në fakt ka qenë ilire. Për më shumë, Albert, fjala për ju në lidhje me veprën etnika dhe me krijimin e universitetit të parë në Konstantinopol, në gjurmët e universitetit të Durrësit nga Konstantini i Madh, ku më pas ka qenë dhe Stefan Bizanti në kohën e Justinianit parë. Po, Stefan Bizanti është historiani më i madh i antikitetit vonë dhe i fillesave të Bizantit. Dihet që Konstantinopoja u ndërtua nga perandori i lirë Konstantin i Madh, i cili nga të cilët vinë edhe të gjithë dinastia e
e Konstantinëve deri tek e fundit e Konstantin Paleologut që nënshkroi kapitullimin me Sultan Muratin e dytë që humbi perëndorinë. Sigurisht rënia e Bizantit ka qenë humbja më e madhe që është shkaktuar kombit shqiptar, sepse sipas Gustav Klotz është një bizantologu më i madh i historisë botërore. Perëndoria bizantine ishte perëndoria krijuar nga ilirët, se sipas tij në mesjet nuk kishte grek, kishte vetëm principata shqiptare në të gjithë territorin e Bizantit, edhe ishin të ndarë duke filluar që nga Gjin Bueshpata që kishte qendër Atikën, pastaj ishte dinastia ishin principata e Gropajve, Zenebishve, Gjin Zenebishi në zonën e Çamarisë, dhe më sipër pastaj ishin deri te sipër tek Balshajt që shkonin deri në Bosnjë. Do të thënë ky ishte një territor i lirë i gjithi dhe sipas Stefan Bizantit, gjitha qytetet duke filluar që nga Qipro dhe deri në Beograd, të gjitha ishin qytete që mbanin etimologjinë Hyloj ose Hilej ose Elej, ishin gjitha toponimet të emërtimit ilir, do të thënë, dhe Stefan Bizanti e thot qartë që këto zonat gjitha ishin banuara nga ilir. Me veprën e Stefan Bizantit, unë në fakt nuk jam historian, por rash në kontakt me të gjatë publikimit që i bëri Akademia Amerikane e Edukacionit, dhe ishte një faqe e posaçme ku merrej me toponimin Hiloj aty, edhe ku qartazi Stefan Bizanti thoshte që gjithë antikiteti i vonë dhe në mesjetën e hershme, gjithë zona e Ballkanit është populluar nga ilirët dhe gjithë qytetet janë me toponime ilire, që do të thotë që dhe popullata ka qenë ilire. Sa i takon Universitetit Konstantinopolis, sepse veprat që janë botuar në Konstantinopol janë vepra me grupe autorësh që tregojnë që ka pasur akademi të posaçme që janë marrë me shkrimin e kodigëve të ndryshëm që janë botuar në Konstantinopol, del që Konstantini i Madh themeloi sipas modelit të Durrësit, sepse në Durrës kishte dhe të Apollonisë, në Durrës dhe në Apolloni kishte studiuar në Apolloni Jul Cezari, ndërsa në Durrës Ciceroni, edhe duke qenë se këto ishin universitete me famë. Jul Cezari ka studiuar në Apolloni dhe në kohën që jo Jul Cezari, August Cezari, i nipi i vet, kur u vra Jul Cezari, ai ishte student në Apolloni dhe e thiri Mark Antoni që bën atë grupin kundër komplotistëve. Më fal për ndryshim. Unë nuk jam specialist i historisë, por di që Apollonia dhe Durrësi ishin dy universitete me emër ku studionin të gjithë njerëzit e mëdhenj të perëndorisë romake, dhe zona më e zhvilluar kulturalisht e perëndorisë romake ishte Iliria. Aq e vërtetë është kjo sa që vetë perëndorët romak kur diskutoi çështja e vendosjes ligjeve romake, gjithë Ilirinë e lanë e quajtën prefektura Illyricum, që dhe Greqia nuk ekziston në asnjë hartë të Romës, është thjesht prefektura Illyricum dhe sipas ligjeve romake ishte vetmja prefekturë që përjashtoi nga aplikimi i ligjeve romake, pasi e konsideronin si një zonë të rëndësishme kulturore dhe që kishte ligje shumë më të mira se sa vetë perëndoria romake në administrimin, dhe është pak a shumë kanuni i lekës, që ne e quajmë kanuni i lek Dukalgjinit, por në të vërtetë ka qenë kanuni i lekës madh. Dhe që romakët e kanë shkruar romakët në gjuhën latine dhe ndodhet në Vatikan në 5 volume. Është shumë më gjerë se sa kanuni i thjesht i lek Dukalgjinit, por në librin e romakëve përcaktohet qartë që ata morën nga
nga Maqedonia e Vjetër, domethënë nga Ilirët e Vjetër, dhe ky kanuni i lekës ishte i aplikueshëm në të gjithë Ilirinë. Domethënë nuk ka lidhje me këtë kanunin vrasës që flitet sot. Është një kanun që rregullon të gjitha normat juridike dhe të sjelljes në mes fiseve, familjeve shqiptare. Domethënë ishte një administrim pa kosto dhe u interesonte edhe romakëve, madje edhe romakët, meqense se ata vetë thonin, meqense se ata ishin krenar që ishin Ilir Dardan, domethënë ishin Ilir Dardan, ata dhe romakët në të vërtet vinin si origjinë nga Ilirët, nga Enea, si tillë për ta ishte e rëndësishme ta respektonin zonën e origjinës tyre. Enea ishte trojan. Po, ishte trojan, por duhet kemi parasysh që Iliria e Vjetër harruhet të thuhet, po Iliria e Vjetër filloi që nga Kaukazi dhe përfundon në Bavari, domethënë ka qenë dy kontinentale, dhe hititët kanë qenë fise ilire në të vërtet, lidianët, luvianët që janë fise, pavarësisht se nuk flitet, sepse neo-otomanizmi ndalon që të flitet për historinë ilire të zonës Anadollit edhe të zonës Turqisë, por në të vërtet lidianët, frigjianët, luvianët kanë qenë gjitha fise ilire. Shiko, Albert, një pyetje jashtë temës që kemi, me që hape këtë çështjen e Dardanëve. Si mendon ti, a mund të jetë Troja, ajo Troja e Shlimanit, apo mund të jetë ndonjë gabim që deri më sot Troja njihet aty ku ka një njohje zyrtare të gjerë, sepse ekziston një mendim, unë kam lexuar një dokument një material shkencor që quhet Gjeografia e Omerit, ku një grup Homeri ka një gjë. Homeri përshkruan Trojën me 12 porta. Po jo, ta mbaroj këtë. Këta mendojnë që Homeri ishte më fort në gjeografi se sa në histori, dhe thonë që në të gjitha përshkrimet që ka bërë për vendosjen e popujve dhe zonave, territoreve të ndryshme, ai ka qenë jashtëzakonisht i saktë dhe s'ka bërë asnjë gabim tek Iliada dhe Odisea, dy veprat e tij që njihen tashmë botërisht. Dhe këta autor mendojnë që Homeri ka qenë i saktë kur thotë që kur mbaroi lufta e Trojës, Odisea u nis për një tak, për një jug. Në qoftë se do t'i referohemi kësaj që ai që është shumë i zoti në histori, dhe e dinte mirë ku ishte i taka, në qoftë se do ishte Troja e Shlimanit, ai duhet të theshte u nis për në perëndim, ose për mund të thuash edhe pak një jug perëndim, sepse Troja ndodhet pak më lart, në mos gaboj, Troja e Shlimanit, si paralel nga vendbanimet e Itakës, nga ishulli i Itakës të Union. Ose mund të jenë edhe gati paralel, nuk jam shumë i sigurt, duhet ta shikoj me vëmendje. Pra duhet të theshte u nis për në perëndim, jo për në jug. Dhe ka dhe shumë gjëra të tjera ku thuhet që Furtuna e nxori në vendin e Çirçes, që mund të jetë Kimera i Mara e sotme, dhe e anashkaloi atë ishullin e vet që është poshtë Korfuzit, gabimisht dhe doli në vendin e Çirçes, ku i bëri dera, që janë ato historitë me Çirçen. Pra, ai nuk është se nga Furtuna anashkaloi Itakën, por shumë studiues mendojnë se Troja ka qenë në veri të ishullit të Itakës, dhe shumë njerëz studiues mendojnë që mund të ketë qenë një qytet në Kroaci, nuk më kujtohet emri i vet, ose një pjesë prej këtyre studiusve që janë nga një universitet amerikan, që e kam lexuar në një material me 90 faqe, fatkeqësisht më ka humbur, ma ka dhënë i ndjeri Max Zotaj, miku im i afërt, dhe nuk e di se ku e kam humbur, se ma ka dhënë materialin online dhe mu doqje kompjuteri dhe nuk po e gjej se doja ta botoja, po këta ishin nga Universiteti i Kalifornisë, këta studentët,
këta studiusit, profesor dhe student, të cilët merreshin me gjetjen e vendeve të humbura që i përshkruante Omeri. Dhe këta mendonin që zona e Istrias, në mos gaboj, mund të ketë qenë Troja e vjetër dhe disa dyshonin që mund të ketë qenë Lezhë. Dëgjoj, unë do të kemi parasysh që në kohën që erdhi Shlimani për kërkimet e tij arkeologjike, donte të gjente me çdo kusht Trojën, ai fillimisht gërmimet e veta i bëri në zonën e Lezhës, në rreth Lezhës, por menjëherë sapo filloi gërmimet, autoritetet e garnizonit të Shkodrës u paraqitën para ushtarakët e garnizonit të Shkodrës, lajmi i jashtëzakonshëm ky. U paraqitën para Shlimanit dhe i thanë që sipas një neni të kushtetutës së Otomanisë, kushtetutës Osmanëve, në tokat shqiptare nuk lejohet të gërmohet mbi 75 cm. Nën 75. Nën 75 cm. Dhe i thanë që gërmimet janë të pamundura. Ndërkohë që ky u mor nga autoritetet dhe u dërgua në kapanonin e Shkodrës, aty u paraqit, nuk e di, u mbajt ca kohë dhe u sinjalizua qendra Stambolli dhe u paraqit një dërguar i Portës Lartë, i cili i ofroi të mira materiale në Napoleona Ari, siç ka qenë në atë kohë, ndërsa ai kërkimet për Trojën do t'i kryente në zonën e Turqisë. Dhe kështu Shlimani pranoi, ata i ofruan një qytet, ti e di që edhe në zonën e Turqisë ka pasur shumë qytete dardane, domethënë lire, dhe i ofruan një qytet që ishte diku andej. Problemi edhe qyteti Omerit vetë që është Izmiri i sotëm, Smirna e vjetër, ka qenë koloni jonike, jonë janë ata. Po, jonike është. Edhe nga që ky shkoi atje dhe pastaj ky donte me çdo kusht suksesin Slimani, nuk është një arkeolog i formuar, ishte më tepër një amator i arkeologjisë dhe filloi kërkimet e veta. Omeri thot për Trojën që kishte lumë përpara dhe lumi e lidhte me detin. Dhe aty ka kaluar Drini dhe në vitin 1870 që u nda në 2 pjesë Drini, ka kaluar Drini para Lezhës. Po Drini ka edhe sot, dega e Drinit kalon edhe sot dhe një pjesë. Është e lundrueshme, siç e përshkruan, po duhet kemi parasysh që se Agamemnon hyri me anije nga lumi, thotë, erdhën deri në det, ushtarët u vendosën anash lumit, në të dyja krahat Akejtë, thotë ai, dhe Agamemnoni me Menelaun ka nesur me një anier në lumin që ishte i lundrueshëm deri në portat. Jo, ka qenë, në atë kohë nuk kishte, duhet kemi parasysh që gjeografia gjeologjike e zonës ka ndryshuar për shkak të aluvinioneve. Ju merrni vesh më mirë nga gjeologjia si jeni inxhinier gjeolog, dhe me kalimin e kohës ardhja e lumi ka sjell shumë pjesë të maleve nga kanë rrjedhur ujërat që kanë marrë aluvionët, ato mbetjet i ka sjellë aty dhe ka krijuar atë fushën që sot konsiderohet si fusha e Lezhës. Për shembull, nuk e ka krijuar dot aluvinionin në zonën ku ka qenë mal, sepse dhe është rënë hedhur dhe kjo është më se normale. Kështu që Lezhë e vjetër ka qenë ngjit me detin siç e përshkruan edhe filmi i Hollywoodit. Domethënë ka qenë Lezhë dhe pastaj ka qenë Lezhë dhe deti. Dhe më tanë ka qenë plazhi i Velipojës. Në aspektin e maleve, ai thotë është mali Velës aty, në fakt ky thotë është një mal me 2 bishta dhe kur e shikon nga ana gjeologjike, edhe nga krahu i Shkodrës, edhe nga krahu i Lezhës, mali në fund kur shuhet bie me 2 bishta, si me thënë me 2 male që bien në fushë. Më thënë kjo është një, e dyta është thotë edhe ka pasur thotë pranë kështjellën e Skutarit dhe sa herë nga sulmet që nuk binte thotë Troja, me pishtar njoftonin kalan e Skutarit thotë që Troja ende nuk ishte rënë.
Mirë po, këta thonë studiusit që edhe në atë Trojën që njihet sot zyrtarisht, në Anadol, thuhet që ka pasur një kala afër që quhet edhe ajo skutar. Po, e sqaron Homeri, thot, në njërën anë, thot, është një lumë Skandrinos, që është Shkondrini ose ajo rrjedha e Drinit. Pra ju mendoni që mund të jetë Lezhë Troja? Me një specialist që kam qenë me një filolog belg, kur e pa ai u habit nga trashësia e mureve në Lezhë, se vetëm një pjesë është tjetër, sepse Lezhë është e rrethuar dhe ka një mur që ka 12 porta, ai sa i përshkruan dhe Homeri, dhe në zonën nga kalaja deri në lumë është pjesë me shkallë, që po të hiqen ato dherat, dalin ato shkallët që janë bërë prej mermeri. Ka gurë të mëdhenj poshtë. Po, janë gurë ciklopik të mëdhenj. Gurë ciklopik, po, me gurë ciklopik dhe është shumë i dallueshëm edhe porti në muret e portit në Lezhë, aty ku është katedralja e Skënderbeut, janë edhe muret e portit të vjetër, ato arkeologët i cilësojnë si muret shekullit të 4 dhe 3, sepse duan që çdo gjë të jetë i lirë edhe të mos kaloje më përtej. Mirë po bën një gabim trashanik, sepse muret ciklopike konsiderohen si muret para 1200 vjetëve para Krishtit. Kur ka qenë dhe lufta e Trojës, 1180. Na gënjen ne sy në sy. Dhe është një lënie e qëllimshme e zonës Lezhës pa gërmime arkeologjie. Po kjo trondit historinë botërore, në qoftë se zbulohet që e hedh në erë gjithë historinë e Athinës, sepse nëse hiqen ato gurët dhe ato mbetjet bizantine dhe turke, aty dalin kolonat e Akropolisit të Lezhës që sipas të dhënave të Homerit ka qenë më i madh se Akropoli i Athinës. Dhe Athina nuk i ka shkallët ngjitse nga kalaja deri atje, ndërsa këto në mes të shkallëve ngjitse është edhe një teatër i madh, shumë i madh, si shesh aty ku ka qenë teatri i madh i Lezhës, i Lisit. Dhe mendohet... Po më përpara ka pasur Ilios Lezhë. Jo, ka pas Lis. Jo, e ka Ilios më të vjetrin, po të dytin e ka Lisius. Unë kështu e di. Dhe Ilios është tamam ajo që thot Homeri. Jam dakord, Ilius është quajtur Ilius, por është edhe Lis për arsye se qytetërimi i parë ballkanik ka lindur aty. Do të kemi parasysh se emri i lidh. Kurse Ilios është Pellask. Ilios, emër keltik. Po keltikët kanë qenë i lirë. Ilios, le ylli, është fare shqip. Ilios, po. Ilios, do me le ylli, del ylli. Unë kështu me mendjen time, unë s'jam specialist, ju kërkoj falin shikuesve që mund të jenë më specializuar. Emri Ili është i sumerianëve dhe dhe dihet që kanë të shënuar sumerianët edhe me figurën e Ilios, por ne kemi të dhëna kohët e fundit. Shiko, Albert, sumerianët janë gjenerata e 5, kurse Pelasgët janë gjenerata e 4, sumerianët janë pas enës, kurse Pelasgët kanë qenë para përmbytjes së madhe, para enës, domethënë para se të ishte kjo enë. Dhe lufta e Aleksandrit me Lindorët nuk ishte gjë tjetër veç lufta e gjeneratës së 4 me të 5-ën. Dhe Pelasgët i nënshtruan të gjithë gjeneratën e Sumerëve. Ishte lufta që u bën në Trojë, në fakt ishte ajo që quhet lufta për kontrollin e teknologjisë. Po. Troja Hekurit. I lirët njihen në Europë si njerëzit që sollën për punimin e hekurit dhe ata futën epokën e hekurit në historinë botërore. Elena është simboli i hekurit. Po. Dhe ne jemi gjenerata fundit që po jetojmë epokën e hekurit, sepse tani po hymë në epokën e Homus electronicus ose Homus
domethënë njeriu që po futet në erën elektronike dhe do jetë një njeri tjetër i sistemit tjetër. Me Ne inteligencë jemi një artificiale. gjenerata fundit e hekurit, kemi zhvilluar teknologjinë e hekurit, tani vjen epoka e kibernetikës, do jetë epoka kibernetikës edhe një 4000 vjet. O modelu Pastaj se quajnë njeriu zot, ku inteligjenca organike me inteligjencën inorganike ose artificiale, ose aliena është kjo më mirë, pavarësisht se ne i themi inteligjencë artificiale, po në fakt është alien inteligjencë, alien jo në kuptimin e alienëve të jashtë sistemit ton, po në kuptimin jo organike, pra e huaj, e jashtme nga inteligjenca Do organike. jetë një fazë e kalimit nga komunikimi me gjuhë, që flasim ne sot, Me telepati. në komunikimin telepatik. Po. Domethënë, kjo është një fazë ndërmjetër për të kaluar në komunikimin telepatik. Më fal Albert që të devijova, të flasim për veprën e Stefan Bizantit, Etnika, e cila u botua me ndihmën dhe me kërkesën e Justinianit të parë në shekullin e 5 pas Krishtit, ose në antikitetin e vonë, siç e quajnë ty. Justiniani i parë, Çfarë shkruan Stefani në lidhje me Ilirët? ai nuk përmend askund grek e para punës, e dyta punës ai përmend kudo Ilir. Sa faqe është kjo vepër sot në librat që është botuar? Është, ku dëgjon, 52 libra janë shumë voluminoze, janë botuar kohët e fundit para 52 libra nga sa mund të jetë një volum? Një volum mund të jetë me nga 600 deri në 800 faqe. Pas ka shkruar të merësisht Stefan Bizanti. Ka qenë punë, quhet Stefan Bizanti, po ka qenë punë akademike, është kryer me grup akademikësh. Është historia e vërtet, nuk është manipuluar, sepse këte kanë pas zakon ilirët si popull nuk manipulonin historinë, thonin edhe kur humbnin, edhe kur fitonin, thonin që këtë betejë fituam, këtë betejë humbëm, njihen si populli më i saktë dhe më i drejtë në shkrimin e historisë. Dhe në veprën e Stefan Bizantit përmenden vetëm Ilir. Ai sa i famshmi Gustav Klotz është bizantologu më i madh, por më vonë edhe është gjerman? Është francez, akademik francez me origjinë gjermane. Gustav Klotz e thot qartësisht që nuk civilizimi që është civilizimi i lirë, thot, edhe sidomos thot mesjet nuk ka pasur, grekët nuk kanë ekzistuar, thot, janë formimi vonë, edhe ai tregohet i sinqert dhe thot vërtetën, është bizantologu më i madh i gjithë historisë njerëzimit, por është edhe bizantologja e kohërave moderne, Helen Glykadzi, e cila qartësisht e Universitetit Sorbonës, e cila qartësisht thot që grekët janë një formim fetar dhe nuk kanë lidhje me origjinë etnike. Po. Dhe unë sapo ka dalë edhe faqja origjinale e enciklopedisë etnika, ku shkruhet qartësisht me shkronja greke, shkruhet se gjithkund ka Ilir, duke filluar nga Qipro deri në Çfarë është kjo vepër etnika? Për çfarë shpjegon? Shpjegon historinë? Kjo është vepër gjeografike dhe historike. Domethënë kjo shpjegon historinë, shpjegon edhe gjeografinë e Bizantit edhe të gjithë territoreve, të cilat në veprën etnika quhen Elini ose Iliri. Po, kush ishte arsyeja që Justiniani krijoi kushtet për të shkruar kjo vepër madhore? Po, Justiniani në fakt punoi shumë për kombin ilir, edhe dihet që ai ka ndërtuar edhe ka rime këmbur kishën e Prishtinës. Nga Prishtina thuhet që ka qenë, nga rrethinat e Prishtinës. Po, Justiniani i parë, ose si quhet Prima Justiniani, ka dhënë emrin nga bashkimi Prima Justiniani, ka dalë emri Prishtina. Po. Dhe nga në fillim ka Prima qenë Justiniani, Xhaxhai Justini. djali i vet, Prima Justiniani i dytë, ka dalë emri Prizrenit. Prizreni para se të quhej
të quhej Prizren është quajtur Hilej. Për shkak të mbretit Hyll ose Marsit që respektonin këta romakët, e respektonin shumë perëndin Mars, perëndin e luftës. Në fakt perëndia e luftës ka qenë mbreti Hyll, i cili zbriti deri në Qipro dhe aty u martua me Afrodisian e Qipros. Dhe këta janë në fakt teritoret ilire të parahistorisë, do të thonë vendet ku vendosën, dhe mendohet që pas kësaj fushate që mori Marsi në Mesdhe, ose mbreti Hilej në Mesdhe, dhe pasi i mori gjitha teritoret, aty u lindën para ilirët ose pelazgët, disa i thon pelaz, disa para ilir, varet, ky është një term që ne mund të bijem dakord se si mund t'i quajmë, siç quajmë për shembull pelazg ose indo-europian, sepse pelazgët dhe indo-europianët përkojnë në kohë njëri me tjetrin. Për arsye gjeografike kanë vendosur indo-europian, por është e njëjta popullat. Domthonë hititët e quanin veten pelazg. Mjafton kaq për ata e shënojnë edhe e quanin veten në periudhën e fundit kur Pelagonia, zona e Azisë së vogël, që deri vonë është deri në shekulin 18 është banuar nga shqiptar të quajtur Galicien, e flitet për nën Gallatën, nëna Gala që lindi Galin, Ilirin edhe Keltin. Pra jemi në fushën indo-europiane, por në prehistori. Dhe të gjitha këto dokumenta, të gjitha këto dhëna i sjell në mënyrë të shkëlqyer Stefan Bizanti, si me toponimin, gjeografinë edhe me dhënat historike që na sjell për Ballkanin dhe për Gadishurin Ilirik. Për shembull, ka një përkim të çuditshëm, sepse zona e Lezhës, që konsiderohet si zonë shumë e vjetër, quhet Tale, edhe është plazhi i Tales. Në krahun tjetër quhet Italie, domethënë sepse është në formë ije, dhe në Turqi është zona ku kanë pas banuar jonikët, quhet Antalje, domethënë ana e Tales, Italis dhe Tales, Antale, sepse është anash, e këto kanë qenë gjitha territore ilire, por territore ilire sipas gjitha dënave na del edhe Egjipti, sepse gjua kopte përkon me gjuhën gege, do thënë koptishtja që flitet sot në Kish është një si motër e gjuhës e gegnishtes, dhe shpjegohet fare lehtë me gegnishten. Ato frazat unë kam marrë disa pjesë të një Bible të vjetër të tyre, që ata edhe sot e mbajnë në meshat e tyre, dhe më del që është një version i gegnishtes. Po kështu rezulton edhe... Koptët janë elita e shoqërisë, kanë qenë elita e shoqërisë në kohën ato kanë qenë egjiptianët e vjetër. Dhe aty kanë dhënë një ndikim të madh kultura aleksandrine. Generalet e Aleksandrit dihet që për shembull kanë sunduar deri në kohën e Oktavian Cezarit, edhe akademik të Egjiptit kanë shkruar shumë për këtë lidhje, për sundimin e shqiptarëve në Egjipt që nga prehistoria. Mjafton t'ju themi që për shembull ato gjarprit i thon xarpër. Kurse kobrën e përdorin për vdekje dhe i thon kobra, që lidhet me gënishën kobira, sepse kur të pickonte kobra vdisje. Kobi madh, kobira, domethënë ra kobi në aty, dhe gjitha emrat e tyre, për shembull ata perëndinë e stinëve e quajnë Diellor ose Diellor. Albert, në Egjiptin e lashtë. Dua të pyes një çik për dini gjë për këtë Universitetin Teologjik të Beratit, që po do të them që u krijuan në një kohë me Universitetin e Atikës dhe u krijuan në këtë kohë dhe kodikët e Beratit, pra bëhet pak a shumë fjalë për të njëjtën periudhë,
Çfarë mund na thoni për këtë? Po, Justiniani i parë, meqense se kishte universitetin të krijuar që në shekullin e 5, rreth 100 vjet para Universitetit Beratit, i kërkoi Stefan Bizantit që të mblidhte grupin e historianëve dhe të shkruante veprën etnika, gjë që ai realizoi dhe pastaj u botua me shkronjari, u shkrui dhe vepra etnike, është bërë një botim luksos për t'i qëndruar kohërave dhe ka merita të jashtëzakonshme Justiniani në këtë. Këtë punën e Justinianit parë e vazhdoi dhe Justiniani i dytë, ky që i vuri emrin Prizrenit, pastaj Prizren Justiniani i dytë. Dhe vetëm 100 vjet më vonë, meqense Bizanti u bë një zonë shumë e sulmuar nga këto tribut barbare, slave dhe mongole, vendosën që të krijojnë edhe një universitet tjetër që ishte ai i Beratit. I takon shekullit të 7. Jo, 6. 6. Fundi i shekullit 5, fillimi i shekullit 6. Krijuan atë dhe aty, domethënë, filloi puna akademike. Është një punë, Kodikët e Beratit janë një punë e jashtëzakonshme, është shkruar në gjuhën atike, domethënë në një lloj toskërishtje të vjetër, sepse gjuha atike ka ngjashmëri me toskërishten, por edhe me gegrishten, është si një gjuhë ndërmjetshme. Për shembull, ato nuk thon ha, po thon a për ngrënien. Ose nuk thon hiku siç thon iki. Nuk thon pi siç themi ne pi uji, por ata thon pivi. Pra është një e përdorin në zonën e Korçës, shu e përdorin pivi. Ai pivi uji. Po, pivi. Ai shkovi e përdorin në zonën e Korçës dhe të Kolojës. Dhe dialekti ky është shkruar në fakt nëse hapet Kodiku i Beratit edhe shikohet me kujdes, është i shkruar në dialektin atik, po është një lloj, një shqipe. Bile është, megjithëse kanë kaluar kaq vite, meqense shqipja ka ruajtur foljet e veta një rrokshë. Kur është shkruar kjo Kodikët e Beratit? Në shekullin e 6. Nga fillimi i shekullit 6. Çfarë rëndësie kanë këto Kodikët e Beratit? Ka rëndësi sepse në fakt krijimi i etnisë arbëreshe ose arbënore, siç themi ne, filloi me Kodikët e Beratit. Dhe aty ka filluar krijimi i etnisë që u shkëput nga trungu i madh i popujve i lirë dhe krijoi këtë etnin, disa fise si epirotët, maqedonët dhe fiset i lirë të Dardanëve, krijuan një unitet gjysor edhe për shkak se në shekullin e 6 këto fiset slave hynë dhe shumë popullsi që ishin në zonat e Hungarisë dhe të Serbisë veriore dhe të filluan që të slavizoheshin në gjuhën e tyre. Jo, të zbrisnin më poshtë, sepse ata që pranonin slavizimin rrinin aty, kurse pjesa tjetër zbriste më poshtë dhe u kriju një popullsi kompakte mes këtyre 3 grupeve të fiseve epirote, fiseve maqedonse dhe fiseve toske e Dardane, mes këtyre 3 grupeve të fiseve i lire u krijuar një etni që u quajt etnia arbëre. Arsyeja që u quajt etnia arbëre ishte sepse këta ishin popull shumë qytetar, jetonin nëpër qytete, bregdetare, dhe mjeshtria më e madhe e tyre ishte thurja e arit. Këta visheshin me rroba thurura me ar, siç është për shembull mbreti Artur që iku nga zona e Ilirikut, kur mbriti në Angli ishte i thur me ar dhe u quajt Arthur, i thurur në ar. Sa ata pyetën kush je ti, un jam mbreti Arthur, tha ai. Artur, ar i thurur, jam i veshur me ar dhe u bë mbreti i anglezëve. Gjithashtu në zonat punoheshin veshje që kushtonin deri në 30.000 euro me paratë e sotme, me
filigram ari, me punime ari, me kjo që një mallkim i madh në fakt për trojet arbëre, sepse arbëria u kthye në një territor shumë i lakmuar, i zhvilluar, dhe duke qenë se ishte një territor shumë i pasur, nxiti lakminë e anxhuinëve, të normanëve, të gjithë u turrën për ta pushtuar, pastaj për t'i vjedhur pasurinë. Dhe kronikat që i ka zbuluar duke filluar nga kryqëzatat në rreth 1140, mos gaboj, ku kronikat që i përmend edhe Xhufi, se Xhufi ka pas rastin të financohet, Plumb Xhufi të financohet nga shteti shqiptar për të kryer gërmime në arkiva, tregojnë që zona e Shqipërisë sotme nga Arta deri në Tivar ka qenë një zonë shumë e zhvilluar dhe një ndër zonat, për të mos thënë, zona më e zhvilluar në Europë. Po. Juve përmendet që pari që shumica e perandorëve ilirë, bizantinë kanë qenë ilirë. Ku bazohesh për këtë? Mos është një ndjenjë subjektive e jotja dhe shumë studiusve që e thonë këtë? Apo ka njerë studius serioz të cilët janë marrë me origjinën e këtyre perandorëve? Arkivat e Stambollit edhe të Selanikut, sepse Athina vonë ka pas arkiva për arsye se ka qenë shkatruar nga turqit, ka qenë kthyer në xhami dhe arkivat janë çuar në Stamboll. Arkivat e Selanikut edhe të Stambollit mbajnë gjithë atë linjën mbretërore ose perëndorake të këtyre, dhe perëndorët të gjithë kanë qenë pasardhës Konstantinit të Madh. Edhe s'ka pas perëndor grek, siç nuk ka edhe gjatë kohës romake, nuk përmendet asnjë perëndor grek. Pse? Nuk përmendet sepse për latinët grekët ishin një... Ju niseni nga fakti se Nishi ka qenë një qytet i lirë, nga e kishte origjinën Konstantini i Madh. Ajo dihet dhe vetë slavët që e kanë marrë Nishin tani dhe e kanë tjetërsuar nuk munden ta ndryshojnë faktin që Nishi ka qenë i lirë. Por të kronikat që janë në Stamboll dhe që janë në gjuhën atë që ne quajmë dialektin atika, të gjithë përmendin që të gjithë janë trashëgimtarët e mbretit Konstantin që kanë ardhur njëri pas tjetrit. Vetëm në momentet e fundit kur pat filluar problemi i Bizantit ka qenë se ata, pavarësisht se kishin armiq që po i sulmonin nga veriu dhe nga jugu dhe patin impresion shumë të madh mbi Bizantin për shkak të pasurisë akumuluar, problemi i tyre ishte edhe grindja në familje, sepse u shtuan shumë, edhe grindja në familje për të marrë drejtimin e Bizantit krijoi probleme të mëdha, sa pastaj hyri në lojë familja Komneni. Por familja Komneni është e Vlorës. Dhe ata janë shqiptar. Edhe dihet që Gjergj Kastrioti u martua me Donika Kastriotin për shkak të origjinës perëndorake që pati Komneni, sepse edhe Komneni ishte një nipi i familjes, një nga vajzat e familjes Konstantinit Madh ishte martuar me një pinjoll të familjes Komneni dhe pastaj automatikisht mori edhe pas... Komneni janë nga Kanina, me origjinë. Janë nga Kanina e Vlorës. Po çuditërisht edhe Mojsi Golemi e quante veten Komnen. Edhe në dy luftimin kur e tradhtoi Skënderbeun, kanë qenë të ndarë. Kur e thirin dy luftim, kështu i tha, Mojsi arnit Komneni, ju fton në dy luftim. Dihet pasaj që e humbi dy luftimin me Skënderbeun, po Skënderbeu e fali, nuk e vrapi, pasi e rëzoi dhe ai u kthye më njëherë në forcat turke dhe pasi u kthye në Stamboll, pati një komunikim me një njeri të Skënderbeut, i cili e ftovi dhe Mojsiu ka ardhur me kular në qafë dhe Skënderbeu e fali dhe Mojsiu pati një fund tragjik në betejën e Beratit,
ku kapi gjallë dhe janë rrjepur për disa ditë bashkë me një grup, është një nga betejat që humbi Skënderbeu. Quhet beteja Zeze Beratit, po i këto janë ne po flasim këtu për faktin që për një element të rëndësishëm, trashëgimtarët e vjetër të grekëve të vjetër këtyre shkrimeve. Ajo që unë e kam thënë dhe që e vërteton gjithë historia botërore, përfshirë edhe vepra e Stefan Bizantit, është se grekët e sotëm kanë gjak nga grekët e vjetër në saj të arvanitasve, por kanë humbur gjuhën dhe në shkollat greke e reja dhe e vjetra sipas jush? Gjuha greke e re u kriju nga një prift që quhej Korrea, që jetonte në malin Atos. Bile prifti ishte nga Korça, ishte një prift korçar, dhe ata përdornin mes tyre një gjuhë paksa simbolike. Do të thënë për të sharë njëri me tjetrin, sepse njerëz ishin dhe ata përdornin për shembull malaga, që malaga në gjuhën greke do të thotë njeri i keq, ndërsa në gjuhën shqipe malaga, për shembull në zonën e Mirditës, do të thotë malaga mban lagje, mban ujtholl në pantallona, ose mbi emrin e trimit, për t'i thënë trim njëri tjetrin, ata i thonin me sharje palikari, po palicari në gjuhën shqipe është fjalë shumë e pistë. Ti e di që është një fjalë, unë po e them të shtrëmbruar, por është një fjalë shumë. Për shembull, i thonin njëri tjetrit zotëri qirje, po ti e di që fjala qirje në shqip është një fjalë shumë e pistë. Ushqimin, për shembull, atë që ne e quajmë të famshëm pajdhaqe, është fjalë shumë e pistë në dialektin e Divrës, sepse ti e di që organit seksual të femrës, divranët i thonë atë që i thonë. Shtrëmërojnë. Dhe kjo gjua e këtij priftit Korrea, në fakt i pëlqeu shumë Shën Kozmajti, i cili erdhi e futi në Shqipërinë e Jugut, në Greqi, në kohën e Ali Pashës, derisa ky Beratit u mërzitaj shumë me të, sa që e vurin publik dhe i preu kokën. Janë histori të cilat nuk është se nderojnë, janë histori të dhimbshme të coptimit të kombit i lirë, sepse grekët e sotëm janë të gjithë me gjak të vjetër grek, por që për ta vërtetuar këtë duhet që të gjejnë origjinën e tyre arvanite, të gjejnë ashtu, por edhe shqiptarët kanë ADN të përbashkët, shumë prej tyre kanë ADN të përbashkët me tonë. Unë do të them që lufta që bëhet mes grekëve dhe shqiptarëve është luftë civile, vllavrasce. Sepse ne me grekët kemi qenë i njëjti popull deri në fund, deri në vitin 1000. Edhe kemi të njëjtën temperament, kemi të njëjtën pamje të jashtme, ngjasim shumë. Në gjitha gjërat, në gjend, në gjak, ne me grekët jemi i njëjti popull. Problemi është ata se kanë ndryshuar. Ata kanë depërtime të racave me ngjyrë zezë, edhe ka një pjesë prej tyre ka një zverdhje të lëkurës. Është veprimi i diellit. Edhe ata që janë me ngjyrë të zezë tipike në fakt nuk janë grek, janë të ardhur nga dyndjet që ndodhen 1821-shit dhe 1936-ën. Jo, janë ortodoksët e Turqisë, të cilët nuk erdhën se ishin grek, po erdhën sepse donin të vinin në një shtet ortodoks, edhe me që se feja ortodokse ishte baza e bashkimit të Greqisë, erdhën. Por me grekët kemi të njëjtin gjën. Ata bën një gabim të cilën nuk janë penduar tani, por është shumë vonë. Ata vranë gjuhën arvanite dhe shkëputën lidhjen me gjuhën e vjetër greke, sepse gjuha atika është një version i vjetër i gjuhës arvanite. Dhe tani, kur vjen momenti dhe kanë hyrë këto epokat moderne që po kryen studime strukturale të thella mbi gjuhën, del që shqipja ka 95% të fjalëve të saj me greqishten e vjetër, që do të thotë që greqishtja vjetër ishte një dialekt i lirëve të jugut,
Edhe greqishtja e vjetër u krijua nga përzierja e dy dialekteve, dialektit ionik ose paraardhësit të toskërishtes dhe dialektit geg, siç është dorik ose geg, që është paraardhësi i versionit gegnishtës sotme. Pra, në gjitha dhënat historike, antropologjike, gjuhësore, gjenetike, në gjitha grekët dalin që janë shqiptar të tjetërsuar. Albert, po nga ana tjetër në Apeninet, sepse kam parasysh testamentin e Aleksandrit të Madh, i cili këto kohë të fundit besoj ju keni djeni. Po, testamentin e Legës Madh. Po. Dhe aty konsiderohen dhe italianët deri në Apeninet, thot janë raca jonë. Po, unë isha në një spektakël që po bënin këto arbëreshët në komunën e San Gjilit, erdhën e mbajtën një spektakël Pinokjo me rastin e festës pavarësisë. Edhe kur nisi të flasë ajo. Ku erdhën ata? Erdhën në Belgjik. Për një teatër të vogël në Belgjik. Po. Për nders shqiptarëve dhe për të mbajtur ato lidhjet e vjetra. Dhe ishte interesante se i tha ku i ndiqi, tha. Më falni, tha, se nuk e di fjalën shqiptare, ku i ndiqi. E i thash unë, po shqip po flet, i thash unë atij. Ku i ndiqi, thash, është ku unë di që Fredi është duke komunikuar me mua. Po. Kur unë di që Fredi është duke, ku i ndiqi? Ku i ndi që është e gegnishtës. E i thash, kjo është gjitha fjalët e latinishtes. Dha mu siguro, dha ai. Po siguri, i thash unë, vëre dorën gurë dhe betohu, është siguri. Është betimi shqiptarëve, thash. Po dha fjalën shqiptari, therr djalën, edhe qeshëm. Pa italishtja është e gjitha një gjuhë, nuk ka studime të thella, por është e gjitha një gjuhë krijuar me tokë fjalsha të gegnishtës vjetër, sepse toskërishtja ka ndryshuar, i ka shtuar një ë, i ka shtuar një d, i ka shtuar, është zhvilluar në version modern, është version modern i shqipes, kurse gegnishtja i ka ruajtur pa prekur ato idiomat fillestare që na flet edhe Ferdinand de Saussure. Gjitha fjalët e italishtës nga A-ja deri tek Z-ja, po ti marrësh, janë të gjitha bashkime të tokfjalshave të fjalëve të gjuhës shqipe, fjalë të një rrokshë të gjuhës shqipe. Edhe është shumë e thjeshtë, unë për shembull unë s'kam studiuar kurrë italisht, por unë kur shkoj në Itali për shkak se njoh dialektin e Dibrës dhe njoh gegnishtën, unë i marr vesh në mënyrë shkëlqyer. Mas një jave më pyesin italianët nga cila zonë vjen ti. Kam qenë disa herë dhe më pyetshin italianët nga cila zonë e Italisë vjen. Sepse nuk e kuptoshin që isha shqiptar. Domethënë që shqipja i shpjegon këtë, po nuk është se shpjegon vetëm italishtën, shpjegon edhe atë gjermanishtën. Për shembull, mua më rastisi që mora një job në Austri dhe ai më erdhi aty dhe duke menduar që disha gjermanisht, më tha mu stravvis, më tha mu. E i thash, ja ktheva në anglisht dhe mos më vej jobi, thash unë. Jo, dha do të vej, po thash, po ta shpjegoj unë se çfarë do thot fjala stravvis. Do ma heqësh jobën, pa tha ta marrin vesh. Straf, thash, se të raf është e shqipes, vis është ves, stravvis, të raf vesin, dhe job. Pra, janë idiomat e indo-europianishtes, gjitha. Pra ne quhen gjuhë indo-europiane. Për të mos krijuar probleme, kanë thënë që indo-europianistike. Fare mirë, termin indo-europian mund ta zëvendësoj me termin pellazgjik edhe nuk ka asnjë lloj konflikti. Pse? Është një term konvencional. Biem dakord unë dhe ti që kulturën e vjetër do ta quajmë pellazgjike ose do ta quajmë pelagonike, meqense pellazgji vjen nga Pelagonia e Azis vogël. Andaj, se ka qenë fisi i pelagonëve, që ka qenë një tribu hitite, ajo është një, ose mund ta quajmë Pellazgët shtrihen deri në Skithi dhe Rusia me skithët pellazg janë. Po Rusia, po çfarë është Rusia? Rusia nga zona, ata e kanë origjinën nga ilirët, në fakt, pavarësisht se ata shpikën teorinë Yamnaya, por problemi është se nga ana gjenetike ai skeleti i Denisovës del në lidhje me kinezët dhe me këto mongolët dhe s'ka lidhje me europianët, por ata shpikën kulturën Yamnaya për arsye
ekspansioni slavist, por nëse shohim me kujdes ne kemi matin, që është burim, që gjuhët europiane do të thotë burim ose burim gjenetik, se është ma, nën, ma, si themi ne, Po. nënës si themi ma, kur jemi fëmijë, ma edhe atë jep mat. Dhe nga mati ka dalja nga mati ka dhënë dalmatjan. Dalmatja pastaj ka dhënë balmatjan, balli i matit, që është pak më sipër se dalmatët, që janë këta paraardhësit e këtyre slovenëve, po që kanë marrë gjuhë slave më vonë. Pastaj kemi Bavarezë. Ballin edhe Baltik, dhe në Baltik nga fisi i liri baltëve janë krijuar gjuhët baltoslave. Dhe gjuhët baltoslave pastaj kanë hyrë nëpërmjet këtyre vikingëve, kanë krijuar Kievin si kryeqytet i Slavisë vjetër, i Rusisë vjetër. Kievi ka qenë kryeqyteti i parë, dhe më pas kanë krijuar dhe gjuhën e tyre. Është një përzierje, është një version i lirishtës. Nëse i morim fjalët e rusishtës dhe i ndajmë në fjalë një rrokshë, gjitha janë prap tok fjalshat gjuhës gege, po nuk është marrë kush me këtë punë. Kur Sepse kjo Albert, kur u doq Roma, ajo më pal Moska në kohën e Napoleonit, sa ishte 1813, dhe Napoleonin e zgjuan mes natë dhe i thanë po digjet Moska, edhe doli nga pallati i Pjetrit të Madh, që është ajo Kremlini sot, doli dhe po shikonte gjithë Moskën në zjarr. Edhe tha, këta tha e bëjnë vetëm skithët, tha, nuk e bëjnë slavët, tha. Kjo është vepër e skithëve. Pse i thanë ata, çfarë kanë skithët? Skithët, tha, janë si akrepi, tha, kur shikojnë të keqen që po ju vjen shumë afër, mbytin dhe veten, tha. Dhe këta po bëjnë, tha. Këta e bëjnë skithët. Pra, rasa pelazge ka pasur shumë karakteristika të veçanta. Po, për ta mbyllur, Albert, unë dua të pyet për veprën etnika, që konsiderohet si vepra më madhore antikitetit të vonë, ose fillimit mesjetës. Pse kjo nuk është botuar në shkollat tona dhe në akademi? Pse nuk investohet që kjo... Jo veç kjo vepër. E para punës po të... Ka këtu albanolog, kështu studius linguist shqiptar, që për shembull ti njeh... Po të botohet në versionin origjinal atika, këtyre u prish punë se del tjetë një version i hershëm i gjuhës shqipe. Dhe u prish punë sepse bie miti i shqipes së shkruar në mesjet, me sharit. Po. Bie miti. Po. Edhe kodik të Beratit prandaj mbahen para me sharin shton këta. S'kam para me sharin. Edhe kodikët e Beratit i mbajnë të mbyllur dhe nuk i publikojnë faqet e kodikëve. Kodikët e Beratit janë një shekull më mbrapa, thua ti, nga etnika? Po, ata janë fillesa e kombësisë arbërore. Edhe ata nuk i botojnë dhe nuk i fotokopjet, nuk i nxjerrin në bibliotekën elektronike dhe në internet, për një arsye të thjeshtë se u del gënjeshtra madhe. Domethënë ajo dialekti atika është një version i gjuhës toske të hershme. Dhe është një problem i madh për këta. Dhe nuk i botojnë, nuk i ka botuar as Greqia. As Greqia vetë që mbahet si shtet që ashtu nuk i... Por problemi më i madh nuk janë vetëm këto, janë edhe 80% e rilindjes kombëtare shqiptare është shkruar në gjuhën shqipe me alfabet grek. Dhe të gjitha veprat janë të mbyllura në arkivat greke apo turke dhe ne nuk kemi akses në to. Pra, ne na mohohet rilindja jonë kombëtare, na mohohet e vërteta, dhe me qenë se nuk ka asnjë arsye, gjithçka justifikohet në moton që ne nuk duhet futemi në konflikt me komshit. Mirë, po e vërteta nuk është konflikt. E vërteta është fem bife. Po, fem bife, dhe nëse grekët do ta dinin të vërtetën, ata më shumë do të vëllazëroheshin me ne, se sa do armiqësoheshin. Fsheja së vërtetës na vën në armiqësi me grekët. Na vën shumë armiqësi me grekët. Unë mendoj ta mbyllim sot, besoj kemi dhënë disa
ide interesante. Po, kam edhe një lajm të vogël, Po, një po. miku imi nga Vlora më dërgoi diskun e Orikumit, i cili është një disk shumë i vjetër. Forma e tij është e shkruar me alfabet fenikas, por ka dhe alfabetet të shkrimit piktogramës, ku janë disa elemente. Çfarë disk është ky, është në gur? Ky është disk i bërë në gur, i vjetër, dhe është diku në Vlorë. Unë u këshillova atyre që ta merrnin e ta dërgonin në muzeun e Vlorës. Është një disk i vjetër, unë do të thoja disku i Atlantidës, sepse ka të gjitha elementet e diskut Atlantidës, duke filluar me figurën e kadmit, me një fjalë, një tokë fjalësh në gjuhën shqiple, folu hajër është shkruar me X, jep një fëmijë duke gëzuar, X-i është një fëmijë duke gëzuar. Dhe thot fillu me hajër. Po. Dhe aty është janë gjitha simbolet e kombit të Hajër ka kuptimin fat. Hajër më për hajër e përdorin. Hajër vjen nga ajri, gëzimi, fryma, frymarrje. Ka gjithë elementet e kombit të lirë. Ka dhe në qendër yllin Maqedon dhe 12 rreze, që janë 12 rrezet e 12 muajt e vitit. Edhe është disku i diellorit. Dihet që i lirët në zonën e Vjosës kryenin rrite në nder të diellit. Edhe më vjen keq që një artefakt që mund të kushtoje deri në 50 milion euro, po të nxirret në treg tani, mund të vidhet nga vjedhësit e artefakte, mund të shitet edhe pastaj të na shitet ne si kulturë greke, ndërkohë që ai ka dalë nga gjiri i Orikumit, nga gjiri i Vlorës. Pra është guri themeltar i Orikumit, madh. Për Orikum flet edhe Julius Cezari, ke vepra e vet lufta civile. Orikumi në fakt është qyteti i tre harqeve. Orikum. Orik sepse ishte në formë ore dhe kishte tre harqe, ishte organizuar në tre harqe, edhe në qendër ishte kulti i diellit dhe pllaka na tregon gjë të tillë dhe unë mendoj që është një pllak duke parë vjetërsinë ka elementet e vjetër të kulturës Vinçaj, ka brenda, ka element duke bërë një paralelizëm me kulturat e vjetra dhe me atë kulturën e Anadollit, më rezulton të jetë një disk 12.000 vjeçar. Po. Mirë, Albert, unë mendoj ta mbyllim tashi që të mos bëhemi edhe pak të lodhshëm për publikun, qofse e zgjatim dhe më shumë bisedën, duke e lënë që të anën tjetër mendoj që të bëjmë një intervistë tjetër për çështje tjetër. Ju si mendoni? Po, patjetër, ne do t'i shërbejmë historisë vërtet të gjuhës shqipe, në vërtetës, pavarësisht se dikujt nuk i pëlqen e dikujt i pëlqen. E vërteta është më e rëndësishme, se vërteta na çon tek Zoti. Të vërtetat që themi ne janë të vërteta subjektive dhe nuk janë vepra dhe akte me të cilat ne dëmtojmë jetën ose shëndetin e tyre ose pasurinë e tyre. Ne japim mendimet tona ashtu siç i mendojmë ne. Ata kanë drejt të dëgjojnë, mund të ndryshojnë kulturën e tyre, mund të mos e ndryshojnë, mund të mos na besojnë, mund të vazhdojnë të besojnë. Unë për veti bazohem vetëm dokumenta. Po. Unë për vete i takoj zonës dokumentet, kurse ju jeni në rolin e gazetarit, gazetari ka rolin e vetë që të kërkoje shumë gjëra, po të vënë dyshim të gjithë ato që thuhen. Kjo është më se normale në demokraci. Sepse, siç thot Descartes, dyshoj, pra ekzistoj. Në qoftë se nuk dyshon dhe mendon se ke arritur të vërtetën absolute, atëherë duhet mendosh që ti je Zoti. Po e ka zgjidhur Albert Einsteini, tha në momentin që nuk dyshojmë, ne nuk mund të bëjmë shkencë më. Në momentin që nuk dyshojmë në atë që thuhet, ne nuk mund të kërkojmë ngjarje të reja. Kështu që gjithë parimi i kërkimit shkencor është mbështetur mbi dyshimin. Dyshon në një ligj që të gjesh një ligj tjetër, më të avancuar. Edhe Albert Einsteini dyshoi në ligjin e Newtonit dhe nxorri teorinë e Einsteinit, domethënë e vuri në diskutim.
Po, të relativitetit. Kështu që janë gjëra që dihet, nëse nuk kërkon nuk gjen. Mirë, të falenderoj Jezu Krishti. edhe njërë në emër të shikuesve dhe në emrin tim dhe edhe njërë të nderuar shikues të podcastit të Kult, mos harroni të bëni subscribe. Është pa lek, pa mundim, vetëm dorën do ngrini pak kështu edhe të bëni një klik atje dhe jemi ne që ju ndjekim në vend që të na ndiqni ju ne. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.